27 mars i vitit 1999 shënon fillimin e një prej kapitujve më të dhimbshëm, por edhe më njerëzor të historisë së Kukësit dhe të gjithë kombit shqiptar, nisjen e eksodit biblik të shqiptarëve të Kosovës drejt Shqipërisë. Në orën 13:20 të datës 27 mars 1999, në pikë kalimin kufitar të Morinës, hyn 187 refugjate të parë nga Kosova. Shumica për tyre ishin gra dhe fëmijë, të lodhur, të traumatizuar në gjendje të rënduar fizike dhe psikologjike, ndërsa disa prej tyre mbanin edhe shenja dhune, të plagosur me mjete të forta. Ata vinin kryesisht nga fshatrat e Prizrenit, Krusha e Madhe dhe Zymi, të dëbuar me forcë nga shtëpitë e tyre, në një valë spastrimi etnik që po trondiste Kosovën dhe mbar opinionin ndërkombëtar. Përballë kësaj situate dramatike, drejtuesit e prefekturës së Kukësit morën masa të menjëhershme për transportimin e të ardhurëve me mjete civile dhe të ushtrisë. Refugjatët e parë u dërguan fillimisht në Pallatin e Kulturës Hasan Prishtina, i cili u shndrua në strehen e parë të dhimbjes dhe shpresës, por ajo që ndodhi më pas do të kthente Kukësin në një simbol botror të humanizmit. Përmes transmetimeve të pandërprera të Kukës Televizion, që raportonte 24 orë mbi mbërritjen e refugjatëve nga Morina dhe dëshmitë rënçese të tyre për krimet dhe dëbimin me dhunë nga Kosova, u dha një thirrje e fortë për solidaritet. Kryetari i bashkisë asaj kohe, Safet Sula, së bashku me Kukës Televizion, i bën apel qytetarët të Kukësit të hapin dyert për vëllezërit dhe motrat e tyre nga Kosova. Qytetarët kuksian nisën të strehojnë refugjatët në shtëpitë e tyre, pa pyetur për varfëri, mungesa apo vështirësi. Në ato ditë të rënda, një qytet i vogël me mundësi të kufizuara u bë strehë për një popull të tërë në ikje. Deri në orën 19:30 të datës 27 mars 1999, në territorin e Kukësit kishin hyrë rreth 3000 kosovar. Vetëm pak orë më vonë, deri në mesnatën e 27 marsit, numri i të mbriturve arriti në 12.721 refugjat. Kjo ishte vetëm dita e parë një eksodi që do të merrte përmasa biblike. Në ato ditë të luftës dhe pasigurisë, Kukës Televizion, me vetë iniciativën e presidentit të saj, Lutfi Meçka, nuk ishte vetëm një media. Ai u kthye në një strehë për refugjatët, pikë shpërndarje të ndihmave ushqimore dhe mbi të gjitha në dritaren e vetme të komunikimit të falas për familjet e ndara nga lufta. Nga 27 marsi 1999 e deri në përfundimin e luftës në Kosovë, Kukës Televizion u bë vendi ku çdo minutë të ditës refugjatët njoftonin përmes ekranit mbërritjen e tyre në Kukës, vendodhjen dhe familjet e kuksiane ku ishin strehuar. Për shumë njerëz, ai ekran ishte i vetmi mjet për të mësuar nëse një nën, një fëmijë, një vëlla apo një motër ishin gjallë. Eksodi i vitit 1999 në Kukës mbetet një nga plagët më të mëdha të historisë sonë moderne. Gjatë periudhës 27 mars 1999, 13 qershor 1999, mbi 800.000 shqiptarë të Kosovës u dëbuan më dhunë nga shtëpitë e tyre si pasojë e luftës dhe ofensivës së forcave serbe gjatë konfliktit mes Republikës Federale të Jugosllavisë, Ushtrisë së Çlimtarit të Kosovës, ndërhyrjes së NATO-s si dhe mbështetjes së strukturave shtetërore shqiptare. Në këtë dramë të madhe njerëzore, Kuksi nuk ishte thjesht një qytet kufitar. Kuksi u bë porta e mbijetesës. Në fillim të vitit 2000, si rezultat i një bashkëndimi mes Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë dhe institucioneve lokale, Kuksi u rendit në treshën finale për çmimin Nobel për paqe. Ishte hera parë në histori që një qytet nominohej për këtë çmim si vlerësim për mikpritjen, humanizmin dhe sakrificën e jashtëzakonshme ndaj qindra mijëra refugjatëve të luftës. Edhe pse çmimi nuk u fitua, emri i Kukësit mbeti përgjithmonë i lidhur me një nga aktet më të mëdha të solidaritetit njerëzor në botë. Gjatë edhe pas më shumë se 2 dekadash, mbetet një boshllëk i madh moral dhe institucional. Kukës Televizion, që transmetoi pamjet e para të ardhjes së refugjatëve nga Gjakova në Bajramculli, para se të niste vala e madhe e eksodit në 99 dhe që realizoi qindra kronika, dëshmi filmike, reportazhe dokumentar mbi ardhjen, strehimin, vuajtjet dhe më pas rikthimin e kosovarëve në trojtë e tyre pas çlirimit, ende nuk ka marrë një vlerësim të merituar nga asnjë qeveri e Shqipërisë apo e Kosovës.
Një media lokale në një kohë lufte bëri atë që shpesh nuk mund ta bëj institucionet, dokumentoi historinë, bashkoi familjet, informoi dhe ruajti kujtesën kolektive të një kombi shqiptar në një nga momentet e tij më të errta. Sot, 27 marsi, nuk është vetëm një datë kalendarike, është dita kur kufiri u mbush me lot, rrugët e Kukësit dhe sheshet u mbushën me karvane dhimbje, shtëpitë e varfra u bën stre dinjiteti dhe një qytet i vogël tregoi madhështinë e shpirtit shqiptar. Kuksi nuk priti thjesht refugjat, Kuksi priti historinë dhe e shkroi atë me bukë, me stre, me zemër dhe me nder.